Në organizimin e kreut të Basisë Fetare Islame, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, në prezencë të Komisionit Fetar për organizimin e therrjes së kurbanëve në thertorin Loku në Forin, filloi thjerrja e kurbanëve të muftinisë së Gostivarit, mishit të cilëve i dhurohet menzës së medreses Isabeu, ndërsa pas sigurimit të sasisë të nevojshme për nxënësit, mishi që tepron u shpërndahet nevojtarëve të vendit, të planifikuar me lista paraprake nga gjitha këshillat e xhamive në vend. Procesi i therrjes u shoqërua nga anëtarët e Komisionit për organizimin e therrjes së kurbanëve të muftinisë së Gostivarit në përbërje të referentëve Telat Sadiku, Yusuf Gjiladini dhe Elesa Hasani. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd. Në deklaratën e tij për media, Yusuf Gjiladini nga Muftinia e Gostivarit në emër të kreut të Basisë Fetare Islame Shaqir Fetaj dhe muftiut të Gostivarit Sabaudin Zendeli ka falendëruar gjithë besimtarët që këtë vit kishin shprehur dëshirë e vullnet që kurbanin e tyre ta dhurojnë për nxënësit e medreses Isabeu. Sot filloi thjerrja e kurbanëve për të gjithë ata të cilët kanë dhuruar kurbanet e tyre në Muftininë e Basisë Fetare Islame këtu në Gostivar. Ne si komision për thjerrjen e kurbanëve, komisioni qendror këtu të përbërë nga kolegët e mi këtu që janë bashkë me mu, në emër të muftiut të Muftinisë së Basisë Fetare Islame të Gostivarit, Haxhi Sabaudin Efendi Zendeli, i cili gjendet në Mekën e bekuar, pra në atje duke kryer kushtin e 5 të Islamit Haxhin. Shfrytëzojmë nga rasti që në emër të tij të falenderojmë të gjithë kontribuesit, të gjithë dhuruesit, ata të cilët e kanë dhuruar kurbanin e tyre për nxënësit e medreses, pra Isabeu. Gjithashtu një falënderim i veçantë shkon edhe për Reisul Uleman, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, për këtë organizim të përgjithshëm dhe në mënyrë të përkryer për thjerrjen e kurbanëve, të cilët therren në gjithë territorin e Maqedonisë. Ne shprehim gjithashtu falënderim dhe mirënjohje për të gjithë ata të cilët kanë vendosur që kurbanët e tyre të dhurojnë për nxënësit e medreses, dhe ajo e cila do të teprohet do të jepet edhe për ata të cilët kanë nevojë, pra për nevojtarët. Duke filluar nga sot dhe ditët në vijim do të bëhet edhe shpërndarje e kurbanëve për të gjithë ata të cilët është dedikuar pra të shpërndahet kurbani. Numri i kurbanëve të planuar në kuadër të Muftinisë së Gostivarit edhe si vjet ishte i kënaqshëm, me shpresë që numri i saktë të sigurohet, derisa këshillat e xhamive të dorëzojnë listën e tyre përfundimtare.